Ajetet nga 1 deri te ajeti 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, o ti i mbështjell, o Muhammed, çohu dhe paralajmëro, Zotin tënd madhëroje, petkat e tua pastroji, dhe largohu nga ndyrësia, adhurimi i idhujve. Mos jep gjë me synimin që të marrësh më shumë, dhe për hir të Zotit tënd duro, se kur të fryhet në sur, ajo do të jetë një ditë e rëndë, për jo besimtarët nuk do të jetë as pak e lehtë. Komentimi. Ngrihu dhe tërhiqja vërejtjen botës. Është krejtësisht e qartë se këto ajete drejtohen profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, edhe pse nuk është përmendur rishtazi emri i tij. Surja nis me këto ajete: O ti i mbështjell, o Muhammed, çohu dhe paralajmëro. Kjo do thotë se ka kaluar koha e gjumit dhe e pushimit dhe ka ardhur koha e ngritjes dhe e thirrjes në fenë islame. Vënia në pah e paralajmërimit në këtë ajet në fillim të detyrës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, bëhet sepse paralajmërimi ka një ndikim më të thellë në zgjimin e shpirtrave të fjetur, lidhur me faktin se pse pikërisht profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur ishte shtrirë dhe po pushonte, u urdhërua të ngrihej dhe t'i ftonte njerëzit në rrugën e drejtë, ka mendime të ndryshme nga komentuesit e Kuranit. 1. Idhujtarët arab në prag të ritualit të haxhit ishin mbledhur bashkë dhe paria e tyre siç ishin Ebu Xehli, Ebu Sufjani, Walid ibn Mughira, Nadhir ibn Harith dhe të tjerë, po këshilloheshin dhe po diskutonin me njëri tjetrin se si t'u përgjigjeshin pyetjeve të njerëzve që vinin nga jashtë qytetit të Mekës, sepse kishin dëgjuar për shfaqjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Secili prej tyre do të përgjigjej në veçanti, u vendos që njëri ta quante mashtrues, tjetri magjistar, i treti të çmendur, një tjetër hallakatës i desh, e të tjerë. Kjo do të ndikonte negativisht ndaj dhe gjykuan që përballë thirrjes së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, duhet të ishin të gjithë në një zë dhe në një qëndrim. Pas diskutimit me njëri tjetrin, arritën në përfundimin se më e pëlqyer do të ishte që profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ta quanin magjistar, sepse një prej efekteve të magjisë është ndarja e bashkëshortëve nga njëri tjetri, ndarja e fëmijës nga prindi e të tjerë, gjë që profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e kishte shkaktuar gjatë përpjekjeve të tij për përhapjen e fesë islame. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, sa po u vu në dijeni për këtë vendim të tyre, u zemrua ashpër, aq sa dukej si i smur, u kthye i dëshpëruar dhe i pikëlluar në shtëpi dhe ushtri në krevat për të pushuar. Në këtë kohë i zbritën ajetet e lartë përmendura dhe e ftuan me ngulm që të ngrihej dhe të thëriste popullin në rrugën e drejtë. 2. Këto ajete janë ajetet e para që i kishin zbritur profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Nga Xhabir ibn Abdullah është transmetuar se i dërguari i Allahut të ketë thënë: Unë isha në shpellën Hira dhe dëgjova: O pejgamber, ti je i dërguari i Zotit, hodha vështrimin sa djathta sa majtas, por nuk shikova asnjë gjë. Pash mbi kokën time një ëngjëll mbifron në mes të qiellit dhe tokës. U friksova, u ktheva te Hatixha dhe i thash: Më mbulo, më hidh ujë të ftohtë. Në këtë kohë zbriti Xhebraili, paqja qoftë mbi të dhe shpalli: O ti i mbuluar. Por ftesa e hapur e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është një argument që vërteton se këto ajete kanë zbritur 3 vite pas thirrjes së tij fshehurazi. Ky mendim nuk përputhet me transmetimin e përmendur më lart, mund të kishte përputhje vetëm nëse themi se disa nga ajetet e para të kësaj sure e kanë zbritur në fillim të thirrjes së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe ajetet në vijim i përkasin një periudhe të mëvonshme me largësi prej disa vitesh. 2. Profeti ishte shtrirë për gjumë dhe ishte imbuluar, ndërkohë zbriti Xhebraili dhe zgjoi atë, ja këndoi këto ajete dhe i tha: ngrihu dhe lëre më njan krevatin dhe gjumin, përvishu detyrës me zell
dhe thiri njerëzit në rrugën e drejtë. 3. Me fjalën mbulim këtu nuk kuptohet mbulimi me rroba, por mbulesa e profecisë dhe e misionit, siç tham kur diskutuam rreth devotshmërisë, rrobat e devotshmërisë. 4. Me fjalën mudaththir tregohet personi që ri strukur në një qoshe dhe qëndron i izoluar dhe i vetmuar. Prandaj ajeti pohon dil nga izolimi dhe vetmia, ftoi njerëzit në rrugën e drejtë dhe udhëzoi robët e Allahut. Komentimi i parë konsiderohet si më i përshtatshëm. Duhet të kemi parasysh se fjala fe endhir, tërhiqja vërejtjen paralajmëro, nuk e përcakton se për çfarë duhet paralajmëruar, pra përse duhet paralajmëruar. Kjo do thotë se ky paralajmërim është për adhuruesit e idhujve, për idhujtarinë, për politeizmin, për dhunën, për korrupsionin dhe rishfetin, për dënimin hyjnor dhe llogari në botën tjetër. Së ndryshe përfshin edhe dënimet e kësaj bote edhe dënimin në botën tjetër, njëherësh është paralajmërim se pasojat negative të veprave që kryen njeriu do ta kaplojnë atë. Pasi Xhebraili tha profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ta bëj hapur thirrjen dhe paralajmërimin, i dha 5 urdhra të rëndësishme, të cilat janë edhe shembuj për të tjerët. Urdhri i parë ka të bëjë me monoteizmin. Ajeti thotë: Zotin tënd madhëroje. Allahu është zotëruesi, pronari dhe edukatori yt, dhe çdo gjë që ti ke të është dhënë nga ai. Hidh në tymnajën e haresës gjithçka përveç Allahut, fshi të gjithë idhujt e tjerë të rrem dhe pastroj çdo gjurmë të politeizmit dhe të idhujtarisë. Fjala fekebir nuk do të thotë vetëm shqiptimi i shprehjes Allahu Ekber, megjithse deklarimi Allahu Ekber është një prej kuptimeve të fjalës fekebir, në shumë hadithe është folur për këtë. Fjala Allahu Ekber do të thotë madhëroja Allahun tënd, si nga pikpamja ideologjike ashtu edhe nga ana praktike, dhe me fjalë konsideroja atë të pastër nga çdo lloj mangësie, nga çdo lloj tëmetesi dhe përshkruaja atë me cilësitë e bukurisë dhe të hijeshisë, madhëroja dhe konsideroja atë më të lartë nga çdo përshkrim. Edhe në hadithet e Ehli Bejtit thuhet se fjala Allahu Ekber përdoret për të treguar se Allahu është më i lartë, se si përshkruhet dhe perceptohet nga mendja e njeriut. Prandaj fjala tekbir ka një kuptim më të gjerë se sa nocioni i lartësimit, i cili përfshin në vetvete spastrimin nga çdo lloj mangësie apo tëmete. Pas çështjes së monoteizmit, i jep urdhrin e dytë rreth pastërtisë, nga pisëllëqet dhe shton petkat e tua pastroi. Përdorimi i fjalës petkat ka mundësi të jetë përdorur për veprën, sepse veprat e çdo njeriu do ta mbështillin atë si të ishte veshja e tij, dhe kjo veshje, kjo paraqitje e jashtme, tregon edhe anën e brendshme të tij. Disa komentues të tjerë gjithashtu kanë thënë se fjala petka në këtë ajet përdoret për të treguar zemrën, shpirtin dhe frymën, thëndryshe pastroje zemrën nga çdo papastërti. Disa të tjerë gjithashtu përdorimin e kësaj fjale e kanë interpretuar me veshjen e jashtme, sepse pastërtia e rrobave dhe paraqitja e jashtme është shenjë e personalitetit, e edukimit dhe e kulturës së njeriut. Kjo merrte më shumë vlerë, sidomos në kohën e ignorancës, kur i kushtonin më pak rëndësi kësaj çështjeje dhe gjithnjë mbanin rroba të papastra në trupin e tyre. Për shembull, e kishin traditë që të mbanin rroba shumë të gjata në mënyrë që gjatë ecjes ato të binin për tokë dhe të njolloseshin. Kjo gjendje këshillohet të mos vijojë. Për këtë në disa hadithe të transmetuara nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, thuhet: shkurtojini rrobat tuaja. Disa komentues të tjerë përdorimin e kësaj fjale e kanë komentuar në kuptimin e bashkëshorteve, sepse Kurani deklaron ato janë rroba për ju dhe ju jeni rroba për to. Është e mundur dhe bashkimi midis këtyre dy kuptimeve. Në realitet, ajeti gjithashtu flet edhe se fjala e udhëheqësve hyjnor mund të ndikojë te njerëzit që t'i mbajnë të pastra petkat e tyre dhe të jenë të devotshëm dhe të drejtë. Prandaj, pas urdhrit për paralajmërim, urdhëron për pastërti. Në urdhrin e tretë deklaron largohu nga ndyrësia, adhurimi i idhujve. Për shkak të kuptimit të gjerë që ka fjala rijzun, ndyrësi, janë bërë komentime të lloj-llojshme në lidhje me të. Për shembull, ndonjëherë e kanë marrë në kuptimin e idhujve, ndonjëherë në kuptimin e çdo lloj mëkati, ndonjëherë si morali i keq dhe i lig, ndonjëherë në kuptimin e dashurisë së kësaj bote që është burimi i të gjitha të këqijave, ndonjëherë në kuptimin e dënimit të Allahut, i cili vjen si pasojë e politeizmit dhe e mëkateve, si dhe në kuptimin e çdo gjëje që bëhet shkak që njeriu të heqë dorë nga Allahu. Fjala rijzun
Në përdorimin e kuptimit kryesor të saj, tregon ankthin dhe pasigurin. Më pas është përdorur me kuptimin e çdo lloj mëkati, të politeizmit, të adhurimit të idhujve, të cytjeve të djallit, të imoralitetit të shfrenuar si dhe të dënimit hyjnor, i cili është shkak i ankthit të njeriut dhe i devijimit të tij nga rruga e drejtë. Disa komentues të tjerë këtë fjalë përdorin me kuptimin e dënimit, duke pasur parasysh që politeizmi, mëkati, morali i keq, si dhe dashuria ndaj kësaj bote të shpihen drejt dënimit të Allahut, fjalët e lartë përmendura gjithashtu i kanë konsideruar të përfshira në kuptimin e fjalës rijsun. Po ashtu nuk duhet të kalojmë pa përmendur faktin që në Kuranin famlar, fjala rijsun zakonisht është përdorur në kuptimin e dënimit. Komentues të tjerë pohojnë se fjalët rijsun dhe rijsun, e cila është në kuptimin e ndyrësisë, janë sinonime. Këto tre kuptime, edhe pse ndryshojnë nga njëra tjetra, kanë lidhje të ngushtë mes tyre. Megjithatë, ajeti ka kuptim të gjerë dhe gjithëpërfshirës, i cili shënon çdo lloj devijimi, çdo lloj shmangjeje nga rruga e drejtë, çdo vepër të ndyrë dhe të shëmtuar, si dhe çdo veprim që bëhet shkak për zemërimin dhe dënimin e Allahut në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij para profecisë, u shmangej dhe qëndronte larg këtyre çështjeve. Historia e jetës së tij, të cilën e pranojnë dashamirësit dhe armiqtë e Islamit, është dëshmi për këtë, por këtu është theksuar si një parim themelor në udhën e ftesës drejt Zotit dhe si një model e shembull për të gjithë. Në urdhrin e katërt deklarohet mos jep gjë me synimin që të marrësh më shumë. Përsëri kemi të bëjmë me një kuptim të përgjithshëm dhe të gjerë të ajetit të lidhur me ndalimin e mburjes dhe të lakmis. Ky kuptim i përgjithshëm përfshin çdo lloj mburjeje. Ai thekson se nuk duhet i mburesh askujt dhe as Allahut, as kur bën xhihad dhe përpjekje në rrugën e tij, sepse është ai që është treguar bujar ndaj teje dhe të ka dhuruar këtë pozitë të lartë. Gjithashtu lutjet, adhurimet dhe veprat e tua të mira mos i konsidero si të shumta, por veten gjithnjë shikoje në kufirin midis neglizhencës dhe gabimit dhe adhurimin konsideroje për vete si një lloj mirësie të madhe nga ana e Allahut. Së ndryshe nuk duhet t'i kërkosh mirënjohje Allahut për shkak të përpjekjes dhe paralajmërimit të njerëzve, për shkak të përhapjes së monoteizmit dhe të sqarimit të madhështisë së Allahut, për shkak të mbajtjes së rrobave pastër dhe e largimit nga çdo lloj mëkati. Përkundrazi duhet t'i konsiderosh si dhurata të çmuara nga ana e Allahut dhe për këtë ta falënderosh atë, pra të jesh mirënjohës Allahut për këtë fakt. Prandaj zhytu dhe thellohu shumë në dashurinë e Allahut tënd dhe këto begati dhe mirësi, këto vepra të rëndësishme ti llogarisësh si të papërfillshme. Gjithashtu nëse i bën një shërbim një njeriu, qoftë edhe në aspektin shpirtëror, si përhapja fes islame dhe udhëzimi në rrugën e drejtë, qoftë në aspektin material si dhënia për hir të Allahut dhe ofrimi i ndihmës për të tjerët, asnjëherë nuk duhet të mburesh për këto veprime ose të presësh kompensim, sepse mburja i prish veprat e mira dhe i asgjëson ato. O ju që besuat, mos i prishni lëmoshat tuaja me të krenuar e me ofendim, siç bën ai që jep pasurinë e vet sa për sy e faqe të njerëzve. Fjala la temnun rrjedh nga fjala minna. Në raste të tilla është përdorur me kuptimin e fjalës së thënë dhe tregon rëndësinë e begatisë të sëmirës materiale që njeriu ja ka dhënë një njeriu tjetër. Këtu bëhet e qartë dhe lidhja e saj me çështjen e istiktharit, të kërkimit më shumë, sepse nëse njeriu shërbimin e vet e konsideron si të papërfillshëm, nuk pret të shpërblehet për të e as të kërkojë shpërblim dyfish. Në këtë mënyrë kërkimi i mirënjohjes dhe i mburjes është burimi i istiktharit i kërkimit më shumë. Ky veprim zhduk që në rënjë vlerën e veprës së dobishme. Në disa hadithe është transmetuar se kuptimi i ajetit është ky: mos i jep një gjë tjetrit me synimin që të pretendosh të marrësh dyfishin e saj. Ky është shpjegimi i njërit prej kuptimeve të shumta të ajetit. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, për komentimin e këtij ajeti lexojmë: veprën e mirë të cilën e kryen për hir të Allahut asnjëherë mos e konsidero si shumë, edhe ky është shpjegim për njërin prej degëve nga ky kuptim i gjerë i këtij ajeti. Në ajetin në vijim përmendet urdhri i 5, që është edhe urdhri i fundit, edhe për hir të Zotit tënd duro. Siç shihet, ajeti ka kuptim të gjerë që përmbledh durimin, këmbguljen dhe qëndresën.
Konteksti i gjerë i këtij kuptimi tregon se në rrugën e kryerjes së këtij misioni të madh duhet të tregohesh i durueshëm, të durosh karshi nga çmimeve të politeistëve, të armiqve ignorantë dhe të paditur. Në rrugën e përuljes me bindje ndaj urdhrit të Allahut duhet të tregohesh i qëndrueshëm, ashtu siç duhet të jesh i durueshëm edhe në përballjen me egon, armikun e brendshëm, dhe në sheshin e luftës me armikun e jashtëm. Durimi dhe qëndresa janë themeli të gjitha programeve të kaluara. Parimisht durimi dhe rezistenca janë kapitali më i rëndësishëm i rrugës së përhapjes së Islamit dhe udhëzimi në rrugën e drejtë, prandaj dhe Kurani shumë herë është bazuar dhe është mbështetur në këtë, pikërisht për këtë arsye. Në thënjet e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, lexojmë: bëhuni të durueshëm, nga që durimi për besimin është si koka për trupin, dhe siç nuk ka gjë të mirë në trupin pa kokë, nuk ka të mirë as në besimin pa durim. Prandaj dhe një prej koncepteve më të rëndësishme të profetëve dhe njerëzve të Allahut ishte durimi dhe qëndresa. Me sa më shumë ngjarje të mundimshme dhe probleme të përballeshin, aq më shumë rritej dhe durimi i tyre. Në një hadith nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për shpërblimin e durimtarëve lexojmë: Allahu deklaron se në kohën që njërin prej robëve të mi e degdis me ndonjë fatkeqësi në trup, mall, pasuri apo në fëmijë dhe ai përballon ato, pra tregohet i durueshëm, turpërohem që në ditën e gjykimit ta vë atë në peshorën e veprave ose ta hap librin e veprave të tij. Në vazhdimsi të urdhrit për ngritjen dhe paralajmërimin që u diskutuan në ajetet e mëparshme, në këto ajete paralajmërimin e shpreh në mënyrë shumë të theksuar dhe shumë të qartë: kur të fryhet në sur, ajo do të jetë një ditë e rëndë për jo besimtarët, nuk do të jetë as pak e lehtë. Duhet të bëjmë kujdes se fjala nakur, e cila rrjedh nga fjala nakrun, është përdorur me kuptimin e trokitjes që çon gjerë në hapjen e vrimës. Fjala minkarun, sqepi i zogjve, që është mjeti i gjuajtjes për të hapur vrimën në sejdë, është marrë nga ky kuptim. Mbi këtë ngjashmëri, tromba, zëri së cilës thuajse shpon veshin e njeriut dhe hyn thellë në tru, është quajtur nakur. Nga ajetet kuranore kuptohet më së miri se në fund të botës dhe në fillim të ringjalljes do t'i fryhet dy herë surit, pra do të dëgjohen dy zëra që janë jashtëzakonisht të tmerrshëm dhe tronditës. Zëri i parë është i vdekjes, kurse zëri i dytë i ringjalljes dhe jetës, që ka plon anë mban botën. Këta zëra ndryshe janë quajtur fryrja e surit të parë dhe fryrja e surit të dytë. Ajeti në fjalë aludon në fryrjen e dytë, pra që ringjallja do të fillojë me të dhe do të jetë një ditë e rëndë dhe e vështirë për jo besimtarët. Ajetet e lartë përmendura dëshmojnë se me fryrjen e ringjalljes, problemet e jo besimtarëve do të zbulohen njëri pas tjetrit. Ajo është një ditë të jetë ashpër e frikshme, e cila do të gjynjëzojë dhe njerëzit më të fuqishëm.